Përshëndetje të gjithëve. Gjatë muajit dhjetor, të krishterët kremtojnë Adventin. Tani çfarë do të thotë Advent? Advent nga latinishtja Adventus do të thotë ardhja e Krishtit. Është periudha e përgatitjes për festimin e lindjes së Jezu Krishtit, si edhe e përgatitjes për ardhjen e dytë të Krishtit. Pra Advent do të thotë pritje në vazhdim. Pra 4 fundjavat para Krishtlindjes kisha rikujton dhe rithekson 4 temat kryesore të Adventit: shpresën, paqen, gëzimin dhe dashurinë hyjnore. Unë do t'i prek secilin nga këto 4 tema shkurtimisht. E para, shpresa hyjnore, ka të bëjë me besnikërinë e Perëndisë. Vetë Perëndia do ta përmbushi planin e tij hyjnor, duke shpëtuar të gjithë ata të cilët shpresojnë, besojnë dhe presin me padurim kthimin dhe të shfaqurit e Jezu Krishtit. Shpresa hyjnore ka si themel besnikërinë e Perëndisë, sepse besnik është ai që premtoi. Pra të krishterët kremtojnë çdo vit ardhjen e Krishtit në trup njerëzor për të na shpenguar nga mëkati ynë. Por në të njëjtën kohë, të krishterët presin me padurim ardhjen e tij të dytë, e cila do të konkretizojë përfundimisht një herë për gjithmonë shpresën hyjnore. Mbani mend, shpresa hyjnore nuk ka të bëjë me të përkohshmen, por me të përjetshmen. 2. Paqja hyjnore ka të bëjë me sigurinë hyjnore që Perëndia na ka paqtuar me veten e tij. Paqja hyjnore që kremtohet në Advent nuk vjen as përmes armës dhe as përmes forcës apo ushtrisë. Paqja hyjnore vjen vetëm përmes Jezu Krishtit, Zotit dhe Shpëtimtarit ton, i cili na pajtoi me veten e tij. Fjala e Perëndisë na thotë: dhe të gjitha janë prej Perëndisë, që na pajtoi me vetvete nëpërmjet Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit, që do të thotë se Perëndia ishte në Krishtin duke e pajtuar botën me vetvete, duke mos u allogaritur shkeljet e tyre dhe duke vënë në ne fjalën e pajtimit. Prandaj ne jemi emjësar për Krishtin, si të ishte Perëndia duke bërë thirrje nëpërmjet nesh. Ju përgjërohemi në këmbë të Krishtit, paqtohuni me Perëndinë. Paqja hyjnore, vëllezër motra, nuk është produkt i kësaj bote, por është vepër e Perëndisë. 3. Gëzimi hyjnor është një ndjenjë thellë sigurie dhe lirie që njerëzit përjetojnë fal karakterit të Perëndisë. Gëzimi hyjnor manifeston besnikërinë e Perëndisë. Ai është i pandryshueshëm, ai është besnik. Gëzimi hyjnor nuk ka si burim vetëm kohët e mira. Gëzimi hyjnor mund të përjetohet dhe gjatë vështirësive, dhimbjeve, persekutimeve dhe vuajtjes. Për shkak se gëzimi hyjnor ka si burim veprën e Perëndisë, atë se çfarë ai bëri. Sezoni i Adventit na fton të përjetojmë dhe të marrim pjesë në gëzimin hyjnor. Jo sepse gjithçka është perfekte, jo sepse gjërat rreth e rrotull shkojnë mirë, por për shkak sepse Perëndia është me ne, Emanuel, krijuesi i mbar universit. Dhe nëse je i lodhur sot, nëse ndjesh i trishtuar, merr zemër, sepse dhe Krishti për gëzimin që ishte përpara tij e duroi vuajtjen dhe kryqin. Derisa bëhemi pjesëmarrës në vuajtjet e Krishtit, gjithashtu bëhemi pjesëmarrës dhe në gëzimin hyjnor për shkak të Krishtit Zotit ton. 4. Dashuria hyjnore është një dashuri sublime e cila nuk është egoiste, ajo është pa kushte. Dashuria hyjnore, vëllezër motra, ndryshon nga dashuria e kësaj bote. Dashuria hyjnore është një dashuri sakrifikuese,
gjithmonë dhënëse për të mirën e të tjerëve. Dashuria njerëzore shpeshherë është egoiste, sepse dashurojmë për shkak të egoizmit tonë, ndërsa dashuria hyjnore është sakrifikuese. Mendon për tjetrin pa kushte. Nëse ke kohë që ndjesh jo i dashur, jo i pranuar nga njerëzit, dua të them këtë të vërtetë sot, se Perëndia krijuesi yt të pranon ashtu siç ti je, pa kushte. E dini se dashuria sakrifikuese shpeshherë e nënës e babait e ka burimin tek Perëndia? Unë uroj që të gjithë do të përjetojmë shpresën, paqen, gëzimin dhe dashurinë hyjnore, të cilat janë atributet e Perëndisë dhe vijnë vetëm nga Ai. Perëndia bekoft familjet tona me këto 4 atribute në këtë sezon të Adventit. Le të presim me padurim ardhjen e shpëtimtarit në familjet tona. Perëndia ju bekoft.